duket se eklipsi hënor i datës 14, të hënës plot, ndodh në aksin Virgjëresh-Peshk, konkretisht në ndikimin dhe në çështje të mëdha që lidhet me punën, lidhet me karrierën, lidhet me udhëtimin, lidhet me zbulimet dhe disa fashatheme mund të jenë dhe të vërteta. Prandaj duhet jemi shumë kujdesshëm, të paktën 3 ditët që vijnë deri me datën 18 duhet jemi të vëmendshëm. Ky eklips total hënor është si të tërheqim perden para syve tanë dhe befas shohim diçka ndryshe. Ajo që kemi përpara tani duhet t'i bëjmë ballë për gjërat që ndodhin. Megjithatë, zbulimet dhe kthesa që do të na tundin dhe do vendosim disa prita të reja dhe një kujdesi të veçantë. Për ata që janë të drejtë për së drejti, nuk ka shanse, nuk ka probleme, por për ata që kanë probleme, duhet jenë të kujdesshme. Eklipsi hënor i datës 14 mars quhet edhe hëna e përgjithshme, pasi hëna merr ngjyrën e kuqerend. Në këtë boshtë do të pasojnë dhe 2 eklipse të tjera të njëjta, konkretisht në datën 7 shtator të 2025 dhe në datën 3 mars të 2026, ku 3 eklipse janë të lidhura disi me njëra tjetrën dhe mund të lindin disa ngjarje karmike. Çfarë ka ndodhur në 2006, çfarë ka ndodhur në 1992, çfarë ka ndodhur në 1997 e 2007. Pra, të gjitha këto do i shikojmë, të do jemi, kjo do thot karma, të ndjek, kjo do thot diku ka ndodhur dhe kujdesi që duhet bërë për disa që kanë pasur probleme duhet t'i zgjidhin tani. Dhe është shumë domethënës. Duke filluar nga data 14, pra që lan pas, fillon një rrugtim që do të na çojë drejt ndryshimeve të mëdha, zbulimeve, realizimeve, mbylljes së kapitujve në dhe planet personale që kemi pasur më përpara. Janë ndikime dhe shumë gjëra të tjera. Ndryshimet që ndodhin në anën tjetër tani për tani. Në 2 vite gjysmë të mëparshëm, kur ky eklips kishte bënte me boshtin dashpeshore, marrëdhëniet, partneritetet u vunë në mikroskop dhe shumë prej tyre mund të bëjnë ballë presioneve, por tani dhe deri në shkurt të 2027 me përjashtim të eklipsit diellor, që është me datën 29 mars të këtij muaji të 2025, që do ndodhë në shenjën e Dashit. Të gjithë eklipset do të ndodhin në boshtin Virgjëresh-Peshk dhe prioritetet tona do të ndryshojnë. Ne duhet të shkojmë thellë brenda vetes dhe të shohim me kujdes dhe në detaje të gjitha nevojat, mangësit dhe dëshirat tona. Do të na kërkohet të gjejmë ekuilibër mes kohës që kalojmë dhe punës dhe detyrimeve dhe sa rëndësi i kushtojmë pushimeve dhe gjendjes tonë fizike. Prandaj do të parë dhe ana shëndetësore e jona. Ku jemi, çfarë jemi, pse duhet të bëjmë diçka dhe kur duhet ta bëjmë. Dhe të jemi të kujdesshëm në anën tjetër, sepse shumë njerëz kërkojnë, shumë njerëz dëshirojnë dhe adhurojnë për të përfituar, por ky është shumë problem në përfitime me pa të drejtë. Dhe kjo do të shikoni edhe vetë, sepse kundërshtimet në fundit askush nuk mund të jetojë siç duhet në një ndikim madhor problematik dhe me rregulla të tepruara. Kriza dhe realizimet dhe egzagerimet. Eklipset në boshtin Virgjëresh-Peshk do të krijojnë disa çështje të mëdha. Kuptojmë sepse në Shqipërinë tonë dashur kemi të shumë gjëra tjera që do të dalin mbi sipërfaqe ku azet nuk do ta kuptoni, por nejse. Unë jam i pozitivitetit, jo i negativitetit, që të kuptojmë, por nganjëherë gjërat që ndodhin dhe do të ndodhin, e megjithatë problemet janë madhore. Nuk ka nevojë për panik, që ta kuptojmë dhe këtë. Duhet realizim i gjaktësi. Eklipset mund të veprojnë edhe si zmadhues për një problem që kemi dhe kjo do të thotë të shohim qartë që mund të duket i shtrembëruar dhe i madh në sy tanë. Pra, kur jemi në presion dhe duhet të shikojmë gjërat e imta. Ata që nuk i shohim me sy, i shohim me mikroskop. Dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Pra, eklipset pastrojnë. Nganjëherë nuk na pëlqen të pastrojnë sepse për disa mund t'i merret një dokument, mund t'i merret një diçka tjetër. Por padrejtësia vendos dhe drejtësia e mund padrejtësi. Po, me firmë, me vul, Jorgo Pulla. E kemi thënë dhe e themi me të madhe që në fillim vitit, nuk do jemi siç kemi qenë. Do mësohemi me realitetin ton dhe në 7 breza. Vazhdimësia që do të kemi. Por gjithsesi, pra kur jemi në presion, duhet të shtyjmë pak vendimet serioze.
Gjithashtu me eklipset emocionet tona rriten dhe reagimet tona ngarkohen më tepër se ç'duhet. Ajo çka do të ndikojnë në kthimi dhe zbulimi. Eklipsi kërkues i 14 marsit do të sjellë ndikime shumë të mëdha dhe çështje që do të ndikojnë dhe do të ndodhin. Dhe kjo ka të bëjnë për më tepër për shkak të vëgjesës që është dhe nën kritikën dhe gjen gjëra që nuk duhet. Megjithatë, mund të ndalin në pa çështjet tona të mëdha, qoftë ato të ligjore, qoftë ato me padrejtësi që janë bërë, qoftë ato në lidhje me do flitet shumë për vjedhje, për probleme që kanë ndodhur më përpara. Do flitet shumë për çështjet madhore, jo se thot Jorgo, por është ndikimi dhe këndë që bëjmë planetën, unë merrem me planetën, merrem me individin, as me çfarë kush ka qenë, çfarë kanë qenë. Të tjerat e bëjnë llogaritë vet, çdo njeri bën llogaritë vet në shtëpinë e vet. Nuk kanë nevojshme të ndryhoj dikush, të numëroj lekët e veta, të numëroj dikush tjetër, se numëron vetë dhe di shumë mirë. Edhe një që nuk di shkrim me këndim, e kupton dhe vetë sepse ka vujtur në kurriz, ka vujtur me duart e tyre të plasaritura dhe nuk ka marrë asgjë në fundit. Dhe kjo vjen që po, tjerët do t'ju trokasin. Por mos hezitoni kur t'ju trokasin, sepse kjo është ajo që takon tyja, por do bini në ujdi, siç po bi Rusia me Ukrainën, kuptojeni këtë. Këtu shikojeni. Shikojeni të drejtën tuaj, djersën tuaj.